E qep, sepse nuk ke më qatë thuash, se unë s'të njoh nga jashtë të marrësh prap situat nga jashtë, si që bëre me Erikun. Rregull, kjo është loja jote, e bëre me Selinin, e bëre me Selinën, me Lorën, po tenton ta bësh me Baby Gjinë, por zvendësove Selinin me Krusitën. Po këto janë opinionet e tua që i fut kastile për të për çfarë që kam thënë, je i pa aft. Je i pa aft. Jo, pra e more, tash si jam në konkurrencë, e more. Po si e mori? E more vendin. Po si e mori? Me i përqafim, po pa tjetër që pa. Pse unë Selinë ka marrë përqafim? Del termi që keni një njohje tjetër nga jashtë, dhe kjo kuptohet e gjithë gjëja, se si gjithmonë ky do shfrytëzoj për të nxjerrë një gjë nga jashtë që të bëj komplet lidhjen. I qartë dhe për këtë, jam i qartë dhe për këtë unë. Në gjithë kohë si do një gjë nga jashtë. Ti do një njohje nga jashtë gjithmonë. Me Baby Gjin, njifem nga jashtë apo jo? Nuk ishte qëllimi i Baby Gjis për të bërë njohjen nga jashtë për zëmendjen e Selinit, se nuk e zë dot me Baby Gjin ti. Si? Nuk e zë dot me Baby Gjin, nuk e zvendëson dot Baby Gjin. Po unë nuk po zvendësoj njëri, si e ti? Zvendësove Krusitën. Pse? Me përqafime? Gja e qartë ajo. Kjo është loja jote, ti me përqafim? Ti paf të luash vetëm. Po ti sa që unë kam thënë gjithmonë, ti e pa. Prandaj erdhe këtu më që të merresh me mua, jo me Krusitën, dhe nga Krusita dalësh unë. Ka kuptuar lojën unë dhe Maroj, s'ka gjë më. Unë e di shumë mirë lojën që bën ti se të njoh shumë mirë tani. Po të do të tregoj ty tash se kush je. Tregoj ty tash se kush je. Ma tregon ti. Ta kam thënë dhe dje se kush je. Par dje, çfarë dita një për Selinin ka thënë. Ti më dëgjoj. Dhe kështu do filloj po e njëjta gjë me ëndrat e krevatit. Me gjitha me radhë, derisa do vi prap një situatë krevati tjetër, sa ajo goca do e vi hap që ka zgjedh bingon për të bërë bingo vetë. Ai është bingo ai. Të gjitha këto i rrotullon ti te koka jote kot. I rrotullon dhe i ke xhiro bosh, si kuzhinje. Por kam thënë vetëm një gjë. Je kuzhinje për leça që thon asgjë. Për puthen Miri dhe Selin. Ti je për puthen Sade. Sade, ti dhe ajo janë të dy përputhen. Po pra kjo është akuza që bën ti. Ti e bën kështu, ata tjerët e bëjnë ashtu. Po një dhe gjë thoni. Po një dhe gjë thoni dhe jeni gabim. Jeni përputhen. Po ti këtë po bën more. Po çfarë po bëj more? U kam thënë, lini përputhen dhe hajden Big Brother. Ajo gota zgjodhi të bëj vazhdoj prapë të bëj përputhen dhe mori mendimin duke kaluar tek Gimbua. Dhe ti zgjodhe prapë të bësh përputhen se nuk mundesh dot të bësh Big Brother. Gjitha gocave ti nuk mundesh dot të bësh Big Brother. I hyn te krevati, nuk mundesh dot të bësh Big Brother. Jo, ato mbaj për vete. Ato mbaj për vete ti se ato letatimet, ato gjërat e mban ti. Tak ja fut aty te Selini që bëri Selini dora. Të gjithë ja ke futur prime. Tua do t'i mbash ti. Unë në prime nuk kam dalë asnjëherë që ja futa filanit. Turpet e tua, po në prime ke dalë dhe ti që i hodhe këmbën e përgëdhelin e flokëve, që rrit tek dushët. Ku ja hodha këmbën? Aja hodha këmbën Selinit. Si ja hodha këmbën? Me këmbë, siç është parë në prime. Si mo ja hodha? Siç është prime që në si ja hodha këmbën me këmbën, se i kisha kokën te këmbët, orë nuk kisha këmbën tek këmba. Këmbë e flasin gjithë këtë në shtëpi. E flasin të gjithë këtë në shtëpi. Ti nuk më manipulon dot. Ti më manipulosh këtë duash ti. Këtë duash ti po ja. Se këtu brenda, atëherë për çfarë godet mua me këtë? Ne problem ti me që u përçafund. Atëherë pse bie në kontradikt? Pse bie në kontradikt? Pse bie në kontradikt kur mua më thua që ti përçafohesh dhe bësh tani nxjerr që s'ka asgjë të keq të përçafohesh? Jo, mor jo. Situatën e nxjerr ti. Edhe në midis dy goca. Ri brenda. Këtë ka arti deri këtu më që ke fjetur. Ç'a bën që ri brenda? Me fjetjen e krevatit ka arti deri këtu më që shfrytëzove dhe sa ja bëre zgarravin para fytyrën. Sa ja bëre fytyrën zgarravin. Atë ke bërë ti me atë gotin së 3 vjeçore, që nxorë deri në atë pikë sa ishte ushqimi jot, do thash dhe dje. Ti do vazhdoj atë më tutje. Ti do vazhdoj edhe më tutje, po ta dëgjë Rogerti ore hapin e radhës. Ty ta dëgjë Rogerti hapin e radhës. Ta dëgjë Rogerti hapin e radhës ti ore, po do vazhdoj edhe më tutje se ky je ti. Ty të duhem unë. Mua më duhesh ti, ty të duhem unë. Përdesa merresh. Ty të duhem unë. Po do ta them atë kush je, do ta përmend gjithmonë ti se kush je. Që kur dalësh para pasqyrës, do të bëj deri në atë pikë, do ta pështysh veten tënde kur dalësh para pasqyrës. Kam zemrën të thash të bardhë dhe të madhe. Do të pështysh ty nëse del ti pasqyrë. Nëse del pasqyrë. Nëse del pasqyrë. Pasqyrë jam përballë teje tani. Po, edhe do të pështysh ty. Ti do pështysh veten tënde. Do të pështysh ty. Do pështysh veten tënde se ti nëse del ti. Surrati shëmtuar dhe i shpifur edhe i zi je ti, se ti ke shpirtin e zi. Ky është ndryshimi me ne të dy. Unë kam shpirtin e bardhë, ti ke shpirtin e zi. Po, si ke marrë të gjitha gocat e shtëpisë. Që e merr dhe atë karavitur fytyrën ashtu. Dhe akoma nuk po e lë dot. Siç e ke bërë me Gretën dhe nuk po të lë dot. Akoma. Siç e ke bërë me Sabin, me të gjitha, me